sërbe. Dhe kjo nuk është problemi i subjekteve politike në Prishtinë. Ky është problemi i listës sërbe edhe Beogradit. Jam të pajtu. Ajde nga lëkura e Conflict Management Group për Kosovë. Ajde nga lëkura e Conflict Management Group nga Kosovë. Flasim për Amerikanët cilat e kanë Vučićin nën kontroll, edhe flasim këtu me të cilën zotri Kurti e ka marrëveshje tepër e mirë me ambasadën britanike dhe gjermane. Që do me thonë, unë jam i sigurt që asnjë lëvizje zotri Kurti në veriu e vendit se ka bo vetë, me koordinim e plot me ambasadën britanike edhe me ambasadën gjermane. Conflict Management Group nuk na jep diçka si pasqyrë që bojmë ato. Ne e dim Problematiket funksionon. Ajde rregull tash. Problematiket besohet që ka patur marrëveshje. Edhe çka do të bëjmë zotri Sadiku ne? Ai pse problematike? Rregull. Problematike është për arsye se sanksione janë vendosur, masa janë vendosur nga Bashkimi Evropian. Shfaqje e lojës. Po jo, po Bashkimin Evropian, nëse nuk thot Gjermania nuk bëhet. Tani Britania nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, por Britania ka një rol të jashtëzakonshëm. Pastaj është edhe roli i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës pezullojnë dialogun strategjik. Por, nga ana tjetër, një situatë pak e çuditshme është, sepse flasim për një periudhë fushatës parazgjedhore dhe në fushatë parazgjedhore paralajmërohet heqja e masave të Bashkimit Evropian edhe pavarësisht situatës që nuk ka ndryshuar. Edhe ajo edhe ne jemi gazetarët, edhe ajo pjesa e marrëveshjes. Obligimi e Prishtinës zyrtare ajde bonin ndrimat e kryetarët e komunave në veriu e vendit pa asnjë incident. Edhe shteti jonë e ka plotsu atë. Ne do të që do me thonë çka? Tash ti e dikush, Prishtina zyrtare tash është në sytë e ndërkombëtarëve, dikush që jetu pranur rendin dhe ligjin, cili është instaluar në veriu e vendit, edhe pranon kushtetutën e vetë. Që do me thonë, ndrimin e kemi bo pa asnjë incident, e kemi stabilizu situatën në veriu e vendit. Edhe masat, sankcionat, nuk janë konë, sankcionat është diçka tepër. Masa. Ajo janë konë masat, cilat kufizojnë do dhënat, do lekt serioze për shtetin. Por në fund, mu mdo këtë interesi edhe komunitet sërbë është. Kosova sa më shpejt me largu nga masat. Edhe sa më shpejt me hinë në Këshillin e Evropës. Edhe ajo është interesi të secili qytetar e shtetit e Kosovës. A është në interes të komunitetit sërb situata e re në veri të vendit? Ndryshimi drastik i situatës sigurisë? Problemi është që shumica nga ata janë analfabetat. Analfabetat kanë edhe Kroatë, edhe Bosnjakët në Bosnjë. Gjithë kanë analfabet. Ne, kuptueshme. Pse thua analfabet se kjo duket... Edhe janë konë viktimat e atë propagandën agresive nga kabineti e kryetarit e Serbisë. Nuk lejojmë Kosova është pjesa e Serbisë. Në fund, nuk lejojmë, nuk trahtojmë serbt. Nuk lejojmë gazivode të Prishtinës zyrtare, u shku gazivode. Nuk lejojmë këtë ketë, për se cilin fjalë, shpalljen nuk lejojmë, Vučići që paralajmëron 2-3 muaj paras, mas 3 muaj ajo është e kryer. Për targat, ne kemi nisë me targat, marrëveshja e kryer.